Jam për ty? Fajte për ajrë. A ke kështu në ndeshja, to mbromjet? Nuk po du me rajt, nuk po du me shtu kështë diçka që s'kom po, nuk është që i kom përcjell shumë këtë kampionat për shkak edhe të angazhime, se puna jonë zakonisht është notën, edhe ka dosht foti që kampionati me mojt në Shtetet Bashkuara, Meksik edhe në ka notë, ku luajt zakonisht me orar turni luajnë ma vonë. Plus për shkak të angazhime me Kongë, më the thash, si kom përcjell shumë, po mbos çka kom mujt me po, kom po që është një ndër kampionatet që kom po mas shumë të befasi deri sot, të mor parasysh për shembull sikur sot Kepi i Gjelbërt. Ndaj Spanjës. Po, ndaj Spanjës ka një befasi, do me thonë, e pa imagjinueshme. Edhe kom po që është një kampionat që po zhvillohet shumë taktikisht ma shumë, edhe lojtë e para besoj sikur krejt pajtohen që e në shumë taktike për shkak se edhe nuk ka pas shumë golla, përveç Gjermanisë që e kryti punën e vetë. Edhe Kanadën s'kët rast si vendas. Se di, për momentin nuk jam shumë kush mund më bu, po bos që shkom që e kisha pas qef këtë kampionat me fitu Portugalia. Për shkak të Cristiano Ronaldos. Po, nështë i ka meti vetëm i trofe që nuk e konë sirtore dhe kisha pas qef. Edhe shët dhe qysh si favorite për shkak se nështë e ka me sushën më të mirë në botë për momentin. Prof? Si ishte dita 5, prof? Mundova në fillim me pa cilët janë befasi të kësaj pjesi, dje i kemi cek